maksimum edhe të bëj lojë të mirë. Mendoj që edhe trajneri ka bërë dallimin, sidomos trajneri i fundit, që shihet profesionalizmi, ku ka profesionalizëm, besoj që ka edhe rezultate. Po lënd për të dëshiruar se kam shpërfaqur shumë herë çështja e organizimit të federatës. Është one man show që kjo pastaj krijon këto problematika. S'kemi infrastrukturë sportive që kemi në Shqipëri, ne kemi buxhetin e njëjtë sa Shqipëria, s'kemi përkundër ndoshta kemi më shumë se sa Shqipëria. Dhe organizime, nuk kemi nivelit që organizojnë, për marrë shembull Shqipërinë, se më marrë edhe shembuj të tjerë. Dhe këto duhet duhet të përmirësohet. Kjo pastaj ndikon edhe te kombëtarja, ndikon edhe te lojtarët kur keni pasur temat shumë të nxehta, kur kanë shku lojtarë që kanë luajtur për Shqipërinë, nuk që dojnë është Shqipërinë më shumë si Kosovën. Po e shohin edhe ata shohin nivelin e organizimit, nivelin e profesionalizmit, edhe kështu me radhë, di që pastaj thotë jo, pa ajo nuk bën, po ti duhesh me dash me zemër. Me të vërtetë duhesh me dash me zemër, po çfarë më bë këti me Lindakut si kanë dhënë hapësira, vëden. Duhet me zemër sa dush, kur stipet hapësira. Normal pastaj duhet me lujtaj, se ju e dini jeni futbollista, luan disa vite, nuk jetë të në karierën. Dhe mendoj që këto janë pengesa, domethënë, jo profesionalizmi, individualizimi i tepërt, mos menaxhimi i duhur, kanë ndikuar që mos të kemi infrastrukturë të duhur sportive, mos të kemi nivel të organizimeve të UEFA-s. Pyetje me Shqipërinë për marrim, ndoshta ka shumë shembull më të mirë se Shqipëria, po punalën të Shqipëria, se kemi Sloveninë, kemi vende të tjera baltike që janë pak a shumë të ngjashme, që kanë arritur jashtëzakonisht shumë. Buxhetin e kemi të njëjtë. Dhe stadiumi i Albania është ndërtuar me grantet UEFA-s, FIFA-s, partneritet publiko-privat, asnjë cent e buxhetit të shtetit. Dhe me pat headquarters, atë qendrën që ka bën FSHF-ja, në qendër të Tiranës. Ka 4-5 katë zyre të veta dhe 4-5 stadiume fusha trajnuese. Është mjet pa vend. Kret me parët çdo që ajo UEFA FIFA. Ne këtu ku jemi, normal që shteti duhet marrë më shumë. Ne jemi me një kamp Hajvaliç atë që është i betonizuar. A kemi buxhetin e njëjtë, dy federata, a kemi informacion? Po, është i njëjtë, besa kemi më shumë na kemi. Për sa kohë është buxheti i njëjtë, domethënë sa vite çdo sa i di 4-5 vite thoya se i njëjtë është. Na kemi më shumë edhe kemi përparësi tepër më shumë sepse na kemi ligjin për sponsorizim, që është i jashtëzakonshëm se ka Shqipëria. Duka vlën nga ajo non stop e merr si shembull çfarë Kosova. Që e ka këta. Na ligjin për sponsorizim mundet Federata e Futbollit të Kosovës, domethënë një klub të merr 2-3 milionë euro në vit. Si federati mundesh të marrë deri në 20 milionë pa problem me listë sponsorizimeve. E kjo kish bë diferencë, dhe ndërtim stadiumeve, ndërtim infrastrukturës, pastaj infrastruktura është mundësi për të gjithë. Se mendoj që na jemi shumë më shumë talenta se sa Shqipëria. Jemi edhe kjo duhet mu shfrytzu, duhet mu dhënë hapësirë. Profesionalizmi i çel deri dyer të gjithëve. Po kemi trajnerin më profesionist e kemi tash pak, e shikoj ekipin e rezultatet. Çdo fushë duhet me pas profesionalistë, sepse nuk shkon ka kalu koha kur në futboll është dash me marrë me baza vullnetare. Se futbolli është bërë industri e madhe. Dhe industri duhet me